Mirë mbrëma, djerma të Instagramit pra. Opa! Çfarë fillimit marrë? Me Joni, fillim me defekt direkt. ti lidhim copza, ta avash do t'i lidhim copza. A pe fillim po tham. Pa mi më, s'mu duk në defekt ja, u duk si hilaritet, dhe me ne bëjmë festën, nërkohë ju kaloni pak reklama dhe me reklamat janë festa jone, kështu. Jam ndoshta i fije këtë, jam i fije keqma ndoshta, i shoh gjithmonë gjanat shumë, si me du me gjithë defekte, po. Më duk si prej kështu, si me thëjk i fije, nuk ishte... Mramja mirë jërë tonëve, mramja mirë të tonë finalistave tonë këtu, se ne kena finalistat tonë këtu. Faleminderit që na keni njek 33 prajme, të lujtë mëndsh mas këti Big Brother që mas me ditë kush është cili ecë më para më mrapa, e që i përfundim do të shohim se që do të ndodhi sa ndërë. Me ju ru edhe pashkët të gjithë besimtarëve të krishterë, ortodoks dhe katolik bash, se pashkët janë në një gjuar bekime familje për shumë vjetë të tanëve, për shumë vjetë të tanëve. Joni, ti lajmërojmë edhe në Instagram njekësit tonë, që kena hellë në YouTube një vlerësim si pas karakteristikave, dhe më thënë, si mas disa kritereve që duhet me kanë një votus, një fitus, dhe aty ka dalë një rezultat i Joni... Ka do kontradikta aty, po duhet me i pa, duhet me i jek me vëmendje. Duhet me pa se çka ka dalë të si dihet. Qa thu pritet sot? A thu të shmarë nuk ka ma mesazhe Laerti Igdi, Tanjan, o Rozana, o Gjesti. Tash jena fut taman në që Giovanni thot në Rozana, shkodran pra, shef shkodran do në Rozanën, ha biq. Dhe ma abishme, ti e shkodran Tiranë e tjerë? Nuk e shkodran? Po pra, rëndësi ka marrë që jena fut të shinë dy emra, pra nuk ka mua diskutime, a është Laerta, a është Egli. Ergi është kanalizu të dy emrat që kanë me kanë përballje. Unë vazhdoj ta kem, ta ruaj pak rezervë që dy emrat që lakohen për me kanë përballje, ti jenë me të vërtet. Sa atëherë bëhet e komplikuar situata. Ne na pëlqen ashtu. Po nga një herë prodhime televizive e shmangin këtë gjë. Tash ta shohim çfarë do të ndodhi. Kutitë e arta janë si të duket ty. Duket Rozana Ironte, telefon tha. Po pra, po çka ka me kënë kutia janë të dalë jashtë më burra, kutia stip në favor që për me fitua. Nuk është lënë dorë kutis kush me fitu më marrë. A lënë dorë publikut. Kush e di që është oferta me hap ose mos me hap. Dorë me fitu ka vetëm publiku, me votu edhe më shpall fituesi në 6 e qertë pjesit. Po kush e kena vota sa. Do të jetë me ofertë, do të jetë kështu. A dën me hap me bë telefonatën e parë mi thon, "Alo, më rrita deri në finale." Apo kutit janë, nuk besoj se kutit kanë me pas një strategji për lojën. Do të jenë tip surprizash, tip nuk ka si që marrë, janë datës i fitusit. Do të thënë, do ndahen fitusit pas votave. Do ndahen edhe... Këta lapsus e tuja. Lapsus e qëllimshme. Kam emocione më marrë sa finalja. Është finale. Fakt dalloni ashtu janë të udrill. Kush deli parë thonë? Unë them Gjesti, them sepse pra, kanë lojtarët e kam thënë. Po ja them edhe marrës prap. Kanë lojtarët për mendimin tim në këtë big, bashkë me bikun kret, janë në nivel mesatar dhe nga këto në nivelet mesatar është infuz Gjesti. Pra si me pa ndeshën sopoti me Malijaj, edhe të që do të zgjellë dhe mire të një ekip nga më të fort. Thamë me Malijaj se kishtë njenin që ishte Elvis që maj. Edhe bani i koll latri penalti arbitri, edhe i bani të 3 golat ky. Si me thani, edhe 3 penaltit arbitri vetë shumë me favorizim, edhe i bani 3 golat ky. Po të pyesni komentuesit, deli pari nga shtëpia, domethënë. Ja, i pari del ajo që i ka hi dhe hala se ka besu dhe dalin pa diskutim. Edhe prapë zdo ta besojnë që doli. Zdo ta besojnë. A është e fitu, ma e qysh se u kualifiku, se besojnë e prapë me gertën, që nese barë, nuk du mu marrë ma shumë sonde, nuk du mu marrë ma shumë me Gjestin dhe Rozane, të manë. Ta janë dy me taman pretendenta që kanë shku, që edhe që ka...
mu më vjen mirë edhe më vjen edhe keq njëkohësisht janë për ty që në finale nuk pate favoritën tonë tamam. Jo atë për cilin ti ke më gjithmonë të parin për më mbrojt me mu, pra. Ti gjesin e ke vu për më mbrojt me mu në rankime, po favoritja jote për tanë sezonin ka kanë Gerda, më vjen keq që nuk po shijon finale siç duhet, pra ekipi jot favorit nuk të ka dalë. E kam thënë që shqyqyr zotit që e preferu me jeme në atë lloj loje, pra, nuk është në këtë kadesh edhe në këtë Big Brother që u ba. Pra ti ke dali fitum. Ti ke dali fitum në këtë mes. Unë jam i fitum dhe të tim 2 herë fitum se unë kam gjetë edhe fituesin. Pra, inteligjenca jeme huna dhe inteligjenca jeme. Pra ti nuk është se dën me fitum me të vërtet, ti thjesht dën mu duk sikur ja dole. Zoti ma, çfarë dën më çka kam në mend më valla. Unë lënë më popull, mos ju rren televizioni, na këtë persona të tjerë. Ne jena vërtet. Ne thojmë kush e fiton, mandej nga kush e meriton me fitu nga ato që unë mendoj është nisi puna kertë që ban një lojë akull. Në lojë do të kenë akull, do të kenë drejt, do të kenë kundër gjithëve, e jo me bë hipokritin e viktimin e tjetër. Megjithatë, Mario, po janë. Unë e di që janë të surprizat janë në përcepet cepeve Tiranës. Surprizat do jenë në përcepet Tiranës. Një do t'jetë Kaliçani, se s'po duhet ti me fon se fillojnë e dalin tani apo. Një është Kaliçani, një cep tjetër. Kështu do jenë pra surprizat. Do dëgjojmë me shpërndame kështu nëpër qytet, Pa kështu do jenë. Domethënë e kanë ngroh pak qysh javën e kaluar që zorën xhiro me taksi, Si ka dalë koha me kur dolën këta mendon se po rreshtohet ton Tirana, janë të dalë këta Big Brotherit, Nami ma, po, nami. Gjesi s'kan pas kohë se për shpirt, po, e kishin qude në Kosovë me pru, pas del koha, kështu që. Nuk del koha me helikopter, marë, janë si spami helikopter si mjetë marë janë. Ne e në tha sytë për i helikopter. I dashtë në stres i ka thanë, unë do të respektoj në finale me helikopter. Ta shofim. Shiko janë. A e ke vuri që edhe gjëna tani dhe me thane ka lanë kretë punën e parashutës. Së nuk me të pas punën. Ja, së është të pas punë, si mjetë ka ra komplet. Edhe kul mjera që edhe kush e di pse do është nga që janë zjadit, atin kot pa lidhe. Pa, gjaj justifikime pa. Unë se kuptova, me ta mani këtë nërprejrën, mu du pak shi e shpejta që. Ja, sonde do të ajen aty pas nërprejrë publicitare, kështu që atë që mërziten nga nërprejrët publicitare futu një këtu me ne jepni në indikacion që neve sa ka kapsyni edhe një gjoni se çfarë thashe themesh speciale kena me ba me jonin, sidomos mas vlerësimit, si mas kriterjeve që kena ba në YouTube, një për një se cilin kandidat, kena 5 kriteret, kena shpall 5 kriteret me jonin bazike, edhe gjithë përfshirëse, pra strategjia, karizma, sakrifica, vërtetësia dhe aktiviteti. Për se cilin për këtyne i kena dhanë nga 0 deri në 5 not unë e joni. O 0 deri në 5 unë, o 0 deri në 5 joni, dhe shumatorja për se cilin kandidat ka nxjerr një rezultat caktuar për se cilin. Ka dalë një fitues në bazë këtyne. Fitues, do kthe fituese, të jenë zore. Fitues, lojtar, banori. Du me mujt sonte Marion. Kjo qëllimi jem nga fillimi deri në fund. Unë du me mujt Marion. Ata janë caktuar, janë i vendos publiku. Pra e tregove të vërtetën tënde. Pra gjithin ti e ke vunë vend parë që ti jesh i sigurt më mbrojt se si ishe i sigurt atë Gerta, dhe Gertën e doje që të mund të Rozanen dhe pse doje Gertën? Mund të Rozanen. Pse Rozanen? Sepse me Rozanen jam unë. Kështu thuti? Gerta e ka mujt Rozanin 800 herë. Nuk ke punti për luftën e Gertës me Rozanin, ka fitu Gerta vlla, luftën. Po. Ti ma me thu jam shumë i lumtur që s'ka hyrë Gerta në finale me ata që kanë dalë tash, me ke fitu. Me Marcela, ku je Marcela Kodeli? Sa kishe pa një. Kush e di do të ketë bënë një fëmijë tjetër, se ka boll, ka vërtet më duket. Aha, do të ketë futur një fëmijë tjetër. Marcela ne kena pas atë qeshin që na Mario. Po Joni. Mario. Joni. Klipi ishte për Ledionin, a pe klipin e Ledionit? Që kishin pas surprizë? Po më i la jasis kështu me rrofishat për atë që ka kanë përpara.
Mi thot Marcela, më ke kanë të marrë me gjerët. Pa pra iku ke gjerët atë që jemi fokusuar tamam. Po jo në ju të botë, faleminderit atë të bolli. Hajde. Ecë aty. Ore në Lexoj. Rozi fituse. Lexoj tani, me që të lexu. Joni mos na shkëni gjerta është vite dritë. Mos na shkëni. Edhe shkëni edhe. Mund si ke. Vite dritë. Pra, kush është i interesuar me po një të rezultatin që në ka dalë me Smet dhe Jonit, që pra në jetë Joni relaksum, se a krijova unë këtë komoditet, se për ndryshe çfarë kuptimi kishe ti me dalë live me sonte, dhe më thonë. A ma ke lënë vetë lojnë atë që Jo më kam lënë, ty kam kriju një i thije kështu. Kam vu 2 ashkla sa më ngrof. 2 ashkla për me ndez pak më shumë zjerbin. Unë sot do t'jem fituesi, unë qose hupi, Jo, unë sot desha mi parapri pak skalet se ti ke parapri tonë kohën. Sot e kena një spektakl të vërtet. Hapim mramjen me Klajdin, me si e ka djali Gilit edhe me këto majen për momentin hitet e pranver, dimër pranver 2025, domethënë dimër pranver 2025. U hap me Klajdin, do të vazhdojmë me djalin e Gilit, knoja i mandej do të shoh dhe do të kulmojmë me Tiri Besa. Sonte është pra kena një repertor të këndshëm. Sa është ti në fushata? Ku në fushat, pse është në fushat Tirja? Ti në fushat për Mario? Atëherë është vetëm Besa, bro. Atëherë është vetëm Besa. Po ndoshta janë, fakt shkot e shi kështu. Ka një super hit nga ai, si e ka ai? Ai që ishte në fillim Big Brother, si e ka ai? Kush është ai? Ai producenti? Si ka ma, si ka ba, çfarë ka shka ba ma? Jo Gjero ma, si ka e ma? Petro! Edhe Petro ka me dalë me një hit të ri, Petro. Pra, shumë këngëtar të mëdhenj që do na më të mëdhenj të skenës jo vetëm shqiptare, domethënë. Ja dhët me artikli. Jo si edhe këngëtari më, edhe idiot. A shef që thonë Olsi për shkakun të tjetë Olsi analisti. Po. Ajo është do ta njeh me ëndje edhe Olsin. Shumë bukur deri aty, shumë bukur. Bukur. Pra janë jena në bre. Klajdi ty kuhet e vogël, bukur. Mario, falë unë du me këthuj pak të ajo shputa e Jozit. A din se, me që kam kontaktu me njerëz e ishtu me dorë ashtu, a din se 70% i konë në drejt Jozit. Jam habit. Nuk është mirë me e thonë publikisht kështu, po? Që më jo, po thamë, ka habit që si ka mundësi. Asha ja ko, bërë, asha më ko. Nese, desha me këthuj pak, se më ka ba pak për shpibe që, kam du se janë 50-50, po ka kalu me sondar që ka kalu jo e thamë për mes but, jo për të tregu kështu diferenca me bondasina fizike, si me thonë, që një vogël tjetër i madh, po me thonë vërtetën, janë mi thonë dikujt gjest baba, gjest kingi, gjest edhe me fluturu gjesti për i shputës me 2 kam mi dhe e, të më thonë, e me i prej krut në davan, sikur nuk shkanë marë. Me humor. Jam të e thonë me humor. Parsaletën e marrës, ne e mëllim se filloj. është tyknu Redoni, është tyknu Redoni me këtë shkrimin këtu. U shpar kongët, një, që e zanin maksimum. Hajde, mas ta humim Redoni. Ty tjeta juj.